Qyteti i Gjirokastrës është vizituar nga një grup prej rreth 120 avokatësh amerikan antar të dhomës kombëtare të avokatisë së Shteteve të Bashkuara. Pasi kanë ardhur në portin e Sarandës me një kroçer luksoze, avokatët amerikanë kanë rezervuar një vend në agjendë edhe qytetit të Gurt. Ata kanë vizituar shtëpitë karakteristike dhe ndërtimet origjinale gjirokastrite. Presidenti i dhomës amerikane të avokatisë, David Cleary, ka theksuar se grupi i tij, përbërë nga avokatët më elitar në Shtetet e Bashkuara, është entuziazmuar me mënyrën e nderimit, mikpritjen dhe ushqimin në Gjirokastër. Our organization has one international meeting. Ne jemi antarët e dhomës së avokatisë në Amerikë dhe jo të gjithë jemi shtetas amerikan. Mes nesh ka kanadez, irlandez apo edhe holandez. Kryesisht jemi avokatë të gjyqeve me juri dhe trajtojmë çështje penale dhe civile. Ne kemi ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe udhëtimi ynë për në Gjirokastër e ka plotësuar më së miri vizitën tonë. Gjirokastra është një qytet unik me ndërtime të mrekullueshme dhe ushqim edhe më të mirë. Gjirokastra është një ndër qytetet më të vizituara në Shqipëri. Sipas kryetarit të bashkisë Flamur Bime, kjo ishte një fundjavë e turizmit elitar. Degët rëndësishme ekonomike në qytetin e Gjirokastrës që është turizmi kulturor, që sapo vete dhe për ditë qytetarët e Gjirokastrës dhe ne bashkë me ju, po bindemi që kjo ka të ardhme të ndritur. Pas vizitave dhe gatimeve tradicionale, vizitorët kanë shijuar dhe muzikën popullore të zonës.